O babaj, zemra e ti e stërmadhe re për ty, e pra nuk flitet aq sa duhet për lodhjet, sakrificat, për punën dhe nderin e ti, e në fakt, ka kaq shumë baballar që vuaj në heshtje dhe ne bit nga një herë, as nuk e vëm re se çfarë thesari të çmueshëm kemi akoma. Një baba ka zemër luani që lufton për bijtë e tij, i mbron dhe i përgatit për jetën. Një baba nuk është i fortë se nuk rrëzohet kur, por sepse rrëzohet 1000 herë dhe ngrihet 1001. A e di se çfarë mendon babai yt kur të sheh në sy? Kujton atë premtimin që pati bër herën e parë kur të mbajti në krah. Ai nuk do të lërë kur. A e di përse i dhem shpina, këmbët, i gjithë trupi. E di përse i ka ato kallo në duar, sepse lufton çdo ditë për të dhënë atë që vetë nuk e pati. Nëse ke fatin ta kesh babain gjallë, merre në telefon, thuaj sa fort e do, ose më mirë, i takoj sa do larg që të jetë, përqafoj dhe puthja duart, por nëse shpirti i